Me Falilimarin jam njoftë në vitin e 3 të gjimnazit në atë kohë. Kemi shkuar bashkë në gjimnazin e Shnizajmi. Në Gjakovë kemi qenë shok klasë edhe shok banke. Arsyeja pse u bëm shok banke me te ishte se ai para atij viti kish kaluar legalisht kufirin e kish dalë në Shqipëri. Edhe pas kthimit e kishte një dënim, pra ishte një njeri dënum, një njeri i thmi, e si tillë ka qenë disi e natyrshme, logjikshme që fëmijët e familjeve i rëdente, si u quajshin atë kohë, se ne kishim imazhin smalin e shumë pjesëtar familjes të dënuar politikisht që nga të dhjeta e tutje, të shoqëroheshin ose të uleshin bashkë në një bankë, pra kemi qenë të pandashëm, pa që nga e kohë, viti 3, kuptohet me përgatitjen e luftës, më kujtohet kur ju kemi drejtuar atij për angazhim. Kjo ka qenë para, mund të qenë fundi i vitit 96. Kemi shku në vendbanimin e tij, unë e nifsha atë prej papri kësaj kohë. Edhe që rezultoi që ai edhe familja e tij, jo vetëm ai, po edhe familja, se ata një familje e njoftën në rajonin tonë, familje shumë adetare, patriot. Ai ka pas një gjysh dënum për vdekje, që i ka vujt ato buzhët e Goliatokut. Në vazhdimësia e familje kanë qenë njerëz të njoftën që kanë luftuar kundër Shërbisë së vjetër, Jugosllavisë së re me radhë. Edhe kështu kemi qenë edhe gjatë luftës të pandar, gjatë gjithë luftës. Ai ka kryer detyrat që gjithë ne, që nga aktivizimi vetvetes, aktivizimi njerëzve të besueshëm për rreth para luftës frontale, luftës hapur, kryen e aksioneve të para individualisht nga ajo ose nga njerëz e rrethit parti, familjar ose njerëz të beshës, me hapjen e luftës ose pas epopesë së Gloxhanit, që tash i thojmë me Dugaxhin, ishte 4 mars, u zgjeru lufta, u bë publike, u çkëja edhe në Dugaxhin dhe filloi zgjerimi e krimin e njësive, furnizimin atyre njësive, aftësimin e tyre, konsolidimin e strukturës udhëheqëse, komanduese të gjitha këtyre njësive që i ka kriju aje që u krijojshin së bashku nga zona që kanë pas lejen të udhëheqë. Pra Fallimani gradualisht është rritë në përgjithësi si gjithë ne, duke u rritë UÇK-ja, duke u bë UÇK-ja më e madhe, me më shumë njësi, me më shumë angazhim luftarake, strukture, vi komanduese, edhe ajo është rritë. Dikur ka tek ne në UÇK për shkak të angazhimit veta, është atribuar grada e majorit. Mirë, vërtet ai ka udhëhequr shumë operacione, shumë betejë luftarake në vend, deri edhe krijimi i njësive të nevojshme për me i plasu në luftë, është dashur me prodhu njësi, pra me aftësu njerëz në periudha të shkurta, intenzive, që me i bë gati për veprime luftarake më të veçanta, kryesisht ato njësi që i ka aftësu Fadilin, trashkomandant Tigri, kanë qenë për detyra më të vështira. Pra i ka aftësu njësi për detyra më të vështira luftarake. Po tash është, domethënë nuk është vishni, është një jetë, një periudhë gjatë, disa vjeçare që kemi kaluar bashkë me te, edhe me shumë bashkë luftarë. Ai ka qenë i tillë, pra nuk mundesh me thonë që në një moment ka qenë më i mirë se një herë tjetër, ai ka qenë mjaft njeri i vendosur, i përcaktuar, e ka pas jo vetëm bindje, po dashuri, domethënë atë dheun, luftën për liri, drejtën e shqiptarëve për shirim e bashkim, ashtu si kemi thënë, shirim e bashkim të shqiptarëve në Jugosllavi. Pa ai ka qenë një prej themeluesve dhe themi ideologëve të luftës tonë. Tani, me që jemi pak më vonë kohë dhe mund të themi pak më shumë, po ne kemi pasi që është kryer Shiru Kosova, është arrit marrëveshja e Kumanovës. Ne ishim vetëdijshëm se kanë mbetë pasgjidhura çështja e shqiptarëve të tjerë në Jugosllavi, edhe atyre në Preshev, në Lugin, po edhe në Maqedoni. Kuptohet me aktivizimin e shqiptarëve të Maqedonisë për të zhvilluar një luftë shërbëtare e rezistencë atje.
shumica e bashkëtarëve të tyre, ose shqiptarëve që kishin përvoja në luftë, e kanë ndjesh detyrë. Ndërta dhe komandanti, pra majori, ai ishte oficer aktiv në trupat e mbrojtjes të Kosovës, pra ishte me gradën major. Ishte një njeri me një reputacion mjaft mirë, me përgjegjësi, me një jetë shumë konsoliduar këtu në Kosovë. Kuptohet ai edhe një herë, sikurse për luftën e Kosovës, i la gjitha këto, edhe si disa tjerë që shedim prej Kosovë, ai jo vetëm që ju bashkua luftës, po ndihmoi në krijimin e luftës, pra në krijimin e ushtrisë shqiptare kombëtare. Të gjitha komandantë që kanë ardhur në atë kohë, ata nuk kanë ardhur nga Kosova, se luftë ka qenë shqiptarëve, ata janë shqiptarë, e kanë konsideruar si të vetën, një pjesë e madhe të tyre kanë kontribut madh edhe në themelimin, pra në krijimin, jo vetëm në idenë, po edhe në vetë zgjerimin, zhvillimin, aftësimin, edhe aftësive operative, aftësive luftarake të ushtrisë shqiptare kombëtare. Unë kam qenë ndjeni për këto zhvillime, se është e pamundshme mos me qenë, kur i ke pasa shumë njerëz stafën, që shëllimi në atë kohë Bashkia Ndërkombëtare përjetoi rënd këtë involvimin e UÇK-s nga Kosova, edhe u sankcionuan shumë UÇK këtu, ndërta edhe Vllav Dauti është i sankcionuar pikërisht për rolin e tij ose tonin, për në atë kohë sikurse u thëjke për krijimin e ushtrisë shqiptare kombëtare, unë nuk them se është kriju nga Kosova, ajo ka lindë te ju, pra ka lindë atje. Mirë po, sikurse lufta e Kosovës që ndihmu nga shqiptarët e gjitha trojeve, edhe ajo lufta është ndihmu, kuptohet nga gjithë shqiptarët, në këtë rast jo vetëm Fadili, po është një numër i madh i bashkëtarëve që ju kanë bashkuar. Komandantët që ai nuk vinë me kalkulime, ata vinë me luftu, me ushiru, nëse është, do të thotë nëse lufta bëhet intenzive, ma përpara vitet ai se ushtarët e tij. Pra ky ka takuar këtyre bashkëluftarëve, jo vetëm ky, edhe po ka qenë e dhimbshme, e vështirë me pranuar si lajm, po edhe e prekshme. Pra jo befashi.